në festival si një grup i panjohur për publikun shqiptar, por ja që ditën përmes artit të bëjnë për vete një publik jo vetëm shqiptar, po më gjërë se kaq. Zefinën e kemi në lidhje. Zefina, përshëndetje, faleminderit që gjete pak minuta për ne. Përshëndetje. Mos më thuaj që je zgjuar e lodhur sot, apo? E lodhur nuk dua ta them dhe nuk ka asnjë pikë lodhje tek asnjëri prej nesh që kemi qenë mbrëm në sallë aty dhe kemi përjetuar nga afër gjithë të fitore. Por sa po zgjuar po, edhe enkas për ju po. Faleminderit shumë. Shumë ndjes që të kemi munduar pakës fare, por shikon, ne nuk rrim dot pa i marr pak ato emocionet që ju keni përjetuar. Vet nuk ishim atje. Ama nga shtëpia, unë për shembull syt me loti pata nga emocioni, nga krenaria që performanca ishte shumë e bukur. Si ishte për ju që ishit në sallë? Ky emocion që disa po e shprehe na erdhi nëpërmjet telefonave në mënyrë të vrruthshme mbrëm, sa nuk po arrinim dot të shijonim atë që ne kishim aty. Të them të drejtën, që në provën generale që ishte një ditë më parë, unë e kam ndjerë shumë që kjo performancë do shkonte shumë. Pra, janë bërë disa prova këtu, por generalja ishte e jashtëzakonshme dhe ja thash edhe Beatrices, Bea, siç i themi ne këtu tani, që po, kjo ishte edhe kisha një ndjesi, një parandje që do shkonte shumë mirë. Edhe ashtu shkoj. Salla mbrëm është ngritur pesh nga performanca e Zjermit, nga ritmi, nga gjithë ajo energji që Beatricia dhe Kola ditën me përcjell dje mbrëm nga skena. E kishin një ndjesi të brendshme ata të dy artistët që do jepnin gjithë shpirtin mbrëm dhe ashtu ndodhi. Si kanë përjetuar pjesën përpara se sa të dilni në skena? Kanë ndarë në ndonjë moment ato shenjat e emocionit, anksit, frikës, nuk e di si mund të ketë qenë përkthyer? Frikë jo, ata janë dy artistë kaq të formuar tashmë edhe bëjnë kaq me qef këtë gjë, pra e kanë artin shumë së brendshme dhe duke qenë kaq të formuar, dinë dhe ta fshehin dhe emocionin. Frikë nuk ju kanë parë në asnjë moment, emocion po. Te Beatricia pa diskutim, sepse është më emotive edhe, ndërsa Kola është nuk është i ftohtë, nuk do të thoja i ftohtë, por i përmbajtur. I përmbajtur, por frikë jo në asnjë moment. E thash dhe që parë, ata kishin një ndjesi shumë të mirë ndër vete kur po shkonin për në skenë, edhe unë ju shikoja Beas gjithmonë syt. Ka pas gjithkohën një dritë në sy që ishte fikse ai zjarmi i brendshëm që po e shoqëronte deri në skenë. Sa i përket konkurrentëve të tjerë, ju keni komunikim normalisht në prapasken, në prova, si reagojnë ata ndaj këngës tonë, ndaj dyshes Shkodrës elektronike? Unë e kam thënë në disa nga intervistat që kemi dhënë këto ditë, kjo kënga është bërë si një lloj refreni të gjithëve tashmë. Domethënë, që kur, siç edhe Kola vetë ka thënë, që kur u shpallën fitues në festival, njerëzit shqiptarët i kanë falenderuar, e kanë quajtur këtë këngë si këngën e tyre. Dhe të dy artistët këtë kanë ndjerë gjithë këto kohë dhe kur filluan turin për prezantimin e këngës që do çonin në Eurovision, në çdo tur, çdo herë më shumë, edhe të huajt e kanë bërë këtë këngën të tyre. Kështu që edhe këtu, të hoteli kur ne kemi ndenjtur, edhe në arenën në pjesën e ambienteve të arenës ku bë Eurovisioni, shumë të huaj këndonin shndrit. Pra edhe pse se kanë kuptuar tekstin e këngës, sepse u mbajt shqip, dhe mund vjen shumë mirë për këtë gjë që u mbajt shqip, ashtu siç edhe për shumë këngë të tjera që u mbajtën në gjuhën e tyre anëtare dhe pse jo. Pra edhe pse se kuptonin gjuhën, kanë kuptuar tingullin e saj, kanë kuptuar melodinë, edhe e kanë mësuar, edhe e kanë kënduar gjithë kohën edhe me Beatricën dhe me Kolën. I kam dëgjuar pafund duke kënduar dhe mbrëm në sallë,
njerëzit pafund këndonin shndrit bashkë me Beatrice. Absolutisht. Dhe artistët në momentin kur është shpallur Shqipëria fituese për të shkuar në finale, që është bërë aty, domethënë mes njëri tjetrit, në përqafime, na e rrëmbyen Beatricën për një moment. Çfarë pretendimesh keni, Zefina? T'ju them të drejtën, këtu sondazhet e ngrenë shumë lart shqiptarët dhe unë mendoj që është hera e parë që ne duhet besojmë fort dhe shqiptarët votojnë fort kudo që janë jashtë Shqipërisë, kjo është që duhet votojnë ata që janë jashtë Shqipërisë, pse jo edhe me i shpall fitues. Është kënga e duhur, janë artistët e duhur dhe është atmosfera e jashtëzakonshme, siç rrallë ka ndodhur kaq masive, është bërë shumë masive. Po shkon val, them unë, edhe e mbrëmshmja i dha edhe një shtysë edhe më shumë kësaj vale. Dhe pretendojmë fitoren dhe nuk është thjesht një ndjesi dhe nuk bazohet vetëm tek pjesa subjektive, por edhe tek Media Center dje ka qenë një eufori e jashtëzakonshme gjatë provave dhe po na thoshin gazetarët që siç janë ngrit në këmbë media këtu për zgjerme, nuk janë ngrit për asnjë këngë tjetër. Të gjitha sinjalet janë që nuk janë vetëm shqiptarë, pra janë ndërkombëtarë, janë të huaj që po e duan këngën dhe pa diskutim në treshën e parë unë e shoh shumë Shkodrën. Në treshe, madje urime është të vini me një fitore, po edhe tresha do ishte. E thash që në fillim që ne po synojmë fort edhe, por duam të jemi me këmbët në tokë sepse finalja është e vështirë, edhe duhet parë dhe gjysmëfinalja e dytë, por energjia shumë e mirë, zgjermi zor se ka për të shujt, as te Beatricia, as te Kola, as tek ne dhe as tek gjithë shqiptarët. Është një zgjerm i bukur që na shëndes gjithëve dhe kjo është më e bukura e gjithë kësaj rrugtimi. Duket që ka një klim shumë pozitive, në fakt edhe në intervistat e realizuara më herët, Beatrice dhe Kol janë kaq të çiltër dhe kaq pozitiv në raport me intervistuesit, me fansat, me performancat që ata kanë dhënë, sa përcillet shkëlqyeshëm ajo ndjesia e mirë që ata kanë dhe duket që kanë shku për qef, domethënë duan ta shijojnë, t'ia marrin gjithë të mirën kësaj eksperience dhe me shumë besim natyrisht që do shkojnë lart. Kanë mbështetje maksimale, mes të cilve kanë edhe prindrit e Beatrices, janë aty akoma? Edhe babai? Po, e jëma ka qenë që në fillim, sepse është edhe kostumografja, që ka krijuar gjithë imazhin skenik të Sëbijës, dhe i erdhi dhe i ati, i cili unë këtu e takova, e njoha, ka dhe ai një traditë muzikore në formimin e vet dhe në familjen e vet. Ishte një takim shumë i bukur sepse vajzat për babën janë gjithmonë edhe janë pika e dobët edhe kishte një tjetër emocion Beatrice kur u takua me të. Janë këtu për ta mbështetur bashkë me të fejuarin e saj me Marcelon. Është e rrethuar me dashuri dhe është shumë e vërtetë ajo që sapo the, sinqeriteti që këta të dy artistë kanë është një tjetër pikë forte tyre. Pra, ashtu si muzika që bëjnë, që kanë shumë organike, e krijojnë ashtu njëri në shpinën e tij, tjetra në shpinën e saj, ndërlidhen me njëri tjetrin, pra ju buron nga shpirti një lloj muzike që e bëjnë për kokët qefit, siç e thonë dhe vetë. Edhe kjo është unikja e tyre. Pra, ata nuk po luftojnë për famën, nuk po luftojnë, po luftojnë për muzikën e tyre. Kjo është, dhe kjo pjesa e sinqeritetit, vërtet është një pikë tjetër e fortë që po i bën njerëzit po i tërheqin njerëzit më shumë, që ti duan më shumë. Dhe kanë këtë pikën tjetër fort, kanë ngritur me traditën, nëpërmjet muzikës elektronike, atë tribalin që e kanë sjellë tek zgjerm, edhe që ku e gjejnë veten jo vetëm shqiptarët, po
vendet ndryshme të Europës kanë një stil unik të jashtëzakonshëm. Zefina, po shikoja një video të Beatriçës që ishte me një maskë oksigjeni, ku thuhej se ishte jo oksigjen, por domethënë për të rregulluar performancën e saj. Jo, një lloj teknike që po përdorte Beatriçe, jo oksigjen, lloj formës, po them, për ta kuptuar pak më mirë të njerëzit. Doja të pyesja përpara përgatitjen, për kujdesin që kanë treguar, për çdo gjë, për detajet e para për të qenë në top form të Beatriçes dhe Kolës. Ka vazhduar dhe këtu në Bazel çdo ditë vrapin e mëngjesit, zgjohet herët në mëngjes, respekton oraret e gjumit, është shumë korrekte, edhe po, është konsultuar gjithë kohën me trajnerin e vetë të muzikës që e ka italiane, për të mbajtur në rregull kordat edhe siç bëjnë gjithë këngëtarët, gjithë artistët. Është Merita në panel, mos gaboj, po? Po. Se Merita i di më mirë të pa disiplinë bëhet. Të përshëndes Zefina. Edhe unë, Merit, edhe unë, të përshëndes. Jeni fantastik. Kështu që i ka respektuar të gjitha, edhe është një gocë shumë e mirë. Nuk di, domethënë sepse unë flas tash edhe në një lloj. Edhe si një mikesh më duket mua, ta ka marrë zemrën Zefina. Mami i Beatriçes më thotë tani e bë goca ime e madhe, sepse rri pafund me to dhe me Beatriçen përpiqem edhe nga eksperjenca që un kam në backstage në marrëdhënie me këngëtarët dhe në situata të tilla, përpiqem shumë me i dhënë atë qetësinë dhe atë ftohtësinë për të cilët ajo ka nevojë, sepse njerëzit e familjes që janë përreth, që kanë tjetër emocion edhe nuk kanë këtë eksperiencën për të menaxhu këtë lloj situatash, përpiqem edhe me ja u mbajt larg her pas here sepse ka nevojë. Kështu që prandaj them është gocë shumë e mirë, me këmbët në tokë, shumë e mençur, ka një intuitë e jashtëzakonshme. Kola pasaj është Kola, është jashtëzakonshme. Si që ka edhe vetë performancën aty në rolin e tij, drejt, stoik. Puro ai Shkodrani që ka batutën e vet në çdo moment, madje unë kam ngacmuar që ka dalë në ca video në Instagram, sepse po ta ngacmosh nxjerr perla. Është edhe ai po e shijon në mënyrën e vet të Eurovision, dhe kuptoi që ka dhe ai një shpirt artistik, po duhet me zhbirilu me ja zbulu, sepse për ndryshe ai e nxjerr vetëm tek ajo që krijon, tek kënga. Tani aktualisht ata janë duke bërë prova, apo janë akoma në gjumë, nëse... Jo, sot dita merret pak më qetë sot. Unë zgjova për ju edhe... Kështu që ata janë akoma në gjumë, po pushojnë. Nuk di të them, sepse Beatriçja zgjohet herët, si do që tjetë, sepse ka fjetur më herët se gjithë ne të tjerët. Pjesë e disiplinës. Po, absolutisht, në tha natën e mirë edhe iku. Por, si dita është më e qetësot, sepse është patjetër edhe ngarkuar me intervistat, është kjo pjesa e komunikimit, tash mbas kësaj fitores së parë. Sepse në arenë atje vazhdojnë provat për gjysmëfinalen e dytë. Kështu që ne do marrim pak ju merrni frym këto ditë sa të përfundojnë nata e dytë. Dhe do bëhemi gati për kuriozitet, skena ishte stadium? Park Olimpik? Si? Për kuriozitet, skena ishte stadium? Se ishte shumë e bukur. Është një godin që ka e përdorim për evente të mëdha dhe për teatro edhe për... Se Agida ka hallë vitin tjetër ku do e realizojmë ne në Tiranë, po vret mendjen a do jetë stadiumi i mjaftueshëm apo jo. Dëgjoj, ne stadiumin e kemi shumë më të bukur. Dëgjoj, vendosja të paktën se nuk e di nga për vendosje ku mund bëhet pa diskutim. Ai që duhet diskutuar, por unë kam thënë që nëse ka një vizion dhe nëse ka një dëshirë, çdo gjë është e mundur. Domethënë Shqipëria, nëse na ndodh kjo mrekulli, ne ftojmë, mund të angazhohet, mund të mobilizohet, edhe asgjë s'është e pamundur, sepse Eurovisioni vjen nga ana teknike. Eurovisioni është një industri e madhe, që kjo është një pikë tjetër që mua më ka mrekulluar, se kam parë dhe pjesën e regjisë dhe gjithë backstage-in. Dhe vjen e tillë, kudo që zhvillohet Eurovisioni, vjen industria e gjitha, pra nga ana teknike, pa diskutim.
por edhe pjesa logjistike, akomodimi, gjithë operacionet, me një vizion të qartë besoj që mund të bëhet. Ka gjë që s'bëhet. Që nuk arrin. Zefina, me ty aty ato janë me njeriun e dur afër. Faleminderit. Ndonjë element, e pyetja e fundit, ndonjë element që dështohet, apo do jetë performanca kjo që jemi, se nuk parë ndodhi ndryshime, po gjithsesi... Jo, gjitha është përcaktuar me kohë, në kompjutera, me skema, jemi aty. E vetmja gjë është energjia e re që ata do sjellin edhe për finalen. Duke qenë finalist. Ju falenderoj shumë, Zefina, faleminderit. Shumë sukses. Faleminderit e juve. Jemi me juve. Faleminderit. Forca, jeni shkëlqyeshëm këtë vit. Presim fitoren. Faleminderit. Përshëndesim, ishte Zefina Asani. Jo, vërtet, realisht e pretendojmë edhe besojmë që do t'jetë me kaq afër. Shumë dinjitoze, përfaqësimi, shumë janë vërtet fantastik. Mendoni se janë të gjitha elementet sa i përket performancës, kur e pat dje, ishte e kompletuar apo do doni të kishte diçka tjetër? Nuk e di nëse keni ndonjë kritik, se të mira sa plot, po ka ndonjë kritik? Unë kritik për grupin jo, por skenografin aty në dijenin time është Erosongu, pra stafi i tyre që e përgatit për të gjithë vendet pjesëmarrëse. Dhe më shaka po thoja me Agidën parë se të hynim në transmetim, të gjitha këngët kishin atë zjarrin. Ne që kemi zjermin në vërtet në këngë, sigur nuk po, kam përshtypjen se nuk janë ndezur mbrëm, ne po shihim një krahasim nga prova e parë gjenerale, që kishte më shumë flak, ndërsa mbrëm kishte ai shumë flak në ato performancë finale. Regjia mund të ishte pak më dinamike. Ne dhe pa flakët e vu zjarrin. Në qoftë se do regjia bën mrekullira, siç e dini edhe ju të televizionit, edhe natyrisht kamera edhe mënyra se si e merr tregon shumë. Por prap energjia e Beatrices edhe Kolës prap mendoj që tregojnë veten gjithsesi edhe me mungesën e zjarrit, ata janë zjarri vet. Një nga gjërat që edhe Zefina e theksoi, dhe edhe ju vetë pohuat pak më herët, ishte sinqeriteti, thjeshtësia, modestia, prezantimit të artistëve. Për te i Beatrices edhe Kolës, mendoni se një artiste kompleton ose e bën më të afërt me publikun dhe më të suksesshëm edhe modestia? Shumë. Dhe sidomos për mendimin tim është mungesa e arrogancës. Sepse shpesh njerëzit kur arrin të bëhen dikush, arrin të marrin miratimin e shumë vetave në publik, fillojnë dhe kanë arrogancën. Fillojnë dhe kanë atë që e di me këpo flet, e di çfarë di unë, kurse mungesa e kësaj, pikërisht këtë që ka Beatricia që faleminderit, unë jam kjo që jam, po se po ju përfaqësoj juve, domethënë qasja e saj pa arrogancë, mendoj që është një sukses shumë i madh. Dhe në ato momente kur ke suksesin, me thënë modestisht, unë e di se që do të thotë kur merë duar trokitje në skenë, është shumë qef. Kur gjithë sytë janë nga ty. Po në momentin që kur gjithë sytë janë nga ty është vërtet një kurth që mund të biesh, po në momentin që arrin t'jesh me këmbë në tokë, arrin t'jesh i përullur për para publikut që të do, atër merë edhe miratimin edhe më të madhë, se kryot një lloj antipatie kur shikon njerëz arrogant në skenë. Edhe shuhet shumë kollaj, jo? Po, edhe me gjërat vogla. Edhe me gjestet vogla ti e kupton që atë largësin që ka artiste. Sepse ata duken sikur janë të papërpunuar. Më kupton, ata vinë nga... Jo, unë mendoj, ashu duket, po unë mendoj që ajo e bën me zgjuarsi atë. Unë shikoj tek Beatricia, jo vetëm profesionalizëm, po edhe zgjuarsi për të ditur se si mund shkojë ke publiku. E ka, është duket e thjesht, po mendoj që është më rafinuar se kaq, dhe shqyqyr i është fati madh që është ashtu, aq humble, aq... Po, me këmbë në tokë. Me këmbë në tokë. Po jo, vërtet, unë e vlerësoj shumë këtë gjë tek cilido që është pjesë e televizionit, pra të qenit njeri i thjesht, pa arrogancë. Pa u veshur me arrogancën, por tani të them të drejtën, personazhet arrogant janë ata që pastaj përkthehen ndër personazhe më të paguar, më të suksesshëm, më me yje xixha, pra nëse do thonim për emra të përvetshëm të njohur, gjithmonë do mbërrinim edhe tek një përfundim që këto me këtë flitet, po t'jesh
Është si puna e kësaj, këto kanë ekipe PR-i, për shembull artistë të këtyre niveleve ndërkombëtare, kanë ekipe shumë të mëdhenj dhe ato merren në detaje për të kuruar imazhin e tyre. Pra, dhe nuk i lënë që të dalin në detaje dhe të dalin të syri publikut. Njerëzor. Jo, të dalin si arrogancë, sepse kur dalin, më beso, ka shumë edhe sot me media sociale, mjafton vetëm dikush që e regjistron me një video në TikTok ta heti dhe bëhet virale shumë shpejt. Kemi shumë artistë cilët janë abandonuar ose janë kritikuar, kanë pasur humbje followersa nga sjelljet e tyre ose nga diçka që është dyshuar. Por më tepër, nëse do flisim për shembull për tregun muzikor aziatik, ata janë shumë të ndërgjegjshëm se nëse vërtet një pop star ose K-pop që ato i quajnë, po flas për koreano jogurt sepse ato po bëjnë kurdin tani, nëse ato do të shikonin për shembull një yll duke pirë cigare, që është shumë njerëzore, ato do të do t'i praktisin me njëherë, sepse për ta ajo është sjellje, pra është një model që ata nuk duhet të çojnë, ato duhet të jenë vërtet pra modele që të jenë edhe edukative, po për brezin e ri. Megjithatë këtu në Shqipëri nuk është kurse si dhe nuk është kurfar në këto nivele, po ti jesh arrogant ti i pëlqyer, por nëse do të flisim po, këtu në Shqipëri mjafton në muzikë flas gjithmonë që arroganca është si e pëlqyer, po them arroganca ose për të dërguar fuqinë që jam unë e kam gjithçka. Shikoj, kufiri midis vetbesimit dhe arrogancës shpesh ngatrohet. Sepse natyrisht që duhet, po, është i hollë, në fakt ashtu është. Natyrisht që duhet vetbesim që dalësh në skenë. Duhet ta bindësh publikun që kjo që po t'jap ka një vlerë dhe dëgjoje zërin tim, dëgjoje këngën time. Po nuk vin nga këta që kanë. Po në momenti që kalon pak ajo, në me thëmë prandaj them kufiri është shumë i hollë, ndjehet nga publiku. Unë mendoj që publiku ka të intuitën që e kupton, se si ti po ma jep këtë produkt, po ma jep me vetbesim, i cili pranohet, në rastin e Beatrices, apo po imponohesh të Se në kundë. fund Duket ditës të ata tjerë harrojnë që publiku i bën. miqësor nga performancat që pat, Nga performancat që pat, po, Europian. Me të drejtën mua këngët nuk e dje nuk kishin më mendjen, pëlqyen. Jo, tek e kisha hapi tjetër. mendjen. Me siguri që do t'jetë më mirë nesër, do t'ketë këngë më të mira. Pra po them, duke parë teknikisht si profesioniste, këngët e tjera si ishin. Dobët. Nuk i kanë pëlqyer. Dobët më duken tjere, prandaj ishte pak fitore Portogalia, po thjesht. kjo është në stilin personal. Më pëlqyen sepse ata Portogalia ishin ishte shumë e qetë. Ishte e qetë, nuk ka asnjë gjë të keqe, ishte, po, ai nuk kishte asnjë performancë të sofistikuar, ai kishte vetëm interpretimin e tij dhe mua më pëlqeu shumë. Edhe ai ishte në gjuhën e tyre amtare dhe kjo më Shumica pëlqeu. ishin në gjuhën amtare, po. Edhe Italia më pëlqeu, sepse Megjithatë ishte si një show më shumë si aktrim, se sa, do të thënë ishte pjesa tjetër po. shumë e çuditshme, çdo njëri me sauna, e tjetri me të kuqe. Bizotronte ngjyra gri, kaq uniform, janë bërë të gjithë gati një lloj, kosmografia nuk ndryshon. Vetëm mos harrojmë që është një festival këngë, domethënë nuk pritet në një gjë shumë e sofistikuar aty. Po për ne Po për ne që jemi një vend i vogël dhe kemi në ajër, që kemi nevojë të prezantohemi mirë, ishte një prezantim Jona po, por në përgjithësi ishin Eurosongu është bërë për të kuptuar veçanësinë e secilit vend i cili merr pjesë aty. Po gjatë rrugës duket sikur ka humbur, se gjithë marrin nga njëri tjetri ose marrin nga ato çfarë është sot në tregun muzikor botror. Dhe mendoj që kjo është pjesa që në Eurovision ka humbur, por po më pëlqen sepse këtë vit, ndryshe nga gjithë vitet e tjera, ajo çfarë shkëlqyer është që një pjesë e madhe e vendeve përfaqësues kanë shkuar me gjuhën e tyre amtare. Drejt identitetit. Po. Edhe kujtoj Ukraina. Edhe Celine Dion madje foli frëngjisht në videon e saj. Kujtoj, për shembull, një nga vendet që mua më pëlqen shumë, janë Finlanda shkon gjithmonë me rock. Ato kanë një rock të pastër. Mua më pëlqen gjithmonë shumë, janë shumë të veçantë në stilin e tyre. Ukraina ka pasur, besoj para 3 vitesh, Goa shumë duhet këtë qenë grupi që mori pjesë, dhe ata ishin shumë të veçantë. Dhe ata vërtet patën shumë një sukses. ritmike ata, në mos gaboj. Ato e kishin shumë folklorike, ata sillnin po. Ajo ka qenë e bukur dhe ajo rënditet në të gjithë historinë e festivalit Eurosongut, në të gjithë, pra në kaq vite sa ka, rënditet si një nga performancat më të mira dhe mua më pëlqen që ne jemi me këtë përfaqësim këtë edicion, sepse besoj se edhe ne do të rënditemi ashtu. Me siguri. Ju urojmë shumë suksese, ju urojmë suksese dhe jemi me shumë mirëbesim që vërtet do të jemi lart me vlerësimin, vetëm nëse pastaj do ketë ndonjë ulje pikësh për arsye politike si ndodh ndonjëherë në Eurovision, por shpresa është ato votat e publikut në fund fare që shtojnë edhe 200 pikë edhe normalisht janë një plus shumë i madh.
duke parë e duke bërë, do kënaqemi të paktën duke dëgjuar Shkodrën. I bëjmë thirrje gjithëve ta votojnë natyre që janë jashtë Shqipërisë. Faleminderit shumë që ishit këtu. Faleminderit. Ju uroj punë të mbartë, jeni mirë. Publicitet pas pak me kuicin e Komodita Home.